Vërtet që është e drejt e lëvizjes vetëvendosje kë e përcakton kë e përzgjedh për pozitën e kryetarit parlamentit, veçse do të me pas parasysh që në situatat të tilla kur të mungojnë votat, do të me qenë pak më shumë kooperuese. A do të mund të ndryshonte emrin, të mos insistante në zonjën Haxhiu në këtë rast? Po mendoj që emrin do të mund të ndryshonte, po do të ishte një farë disfate, nëse mund të them kështu fillestare, sepse ata po insistojnë, sot ka qenë hera e 5 që ata i ndalën me propozimin e njëjtë, sado që kam pas qartë që nuk ka ndryshim. Dhe kjo nuk është disfat, kjo që po ndodh? Mendoj që kjo është disfat për Kosovën. Kjo është disfat jo vetëm për partitë politike. Jo për emrin që po propozohet. Po nëse ti refuzohesh 5 herë sigurisht që ti konsumohesh, edhe unë mendoj që zonja Haxhiu do duhej që të reflekton të vetë dhe nuk do duhej që tjetë prapë. Atëherë sa është serioz rikandidimi çdo 48 orë? Po mendoj që nuk janë sjelljet e deputetëve e parlamentit në Kosovën përgjithësi serioze, sepse po të kishin qenë serioze, ne do ta kishim pas parlamentin e konstituuar që 15 prill. Me 15 prill, po situata nuk është serioze në përgjithësi dhe në mënyrë nuk befason tash edhe propozimi i lëvizjes vetëvendosje. Ajo çka po flitet dhe është konfirmuar sidomos sonte në mbrëmje është tentimi për të komunikuar individualisht me akter të ndryshëm të partive, me individ të caktuar si deputet, ose këshilltar, ose të afërm të deputetëve. Sot do konfirmua një komunikim i zotrit Konjufca me Ganigecin, prindin e njërës prej deputetëve të LDK-s. A është legjitime që të kërkohen votat edhe në këso forme të individ të caktuar që të arrijet tek një shumicë, duke pas parasysh që nuk është që nevojitin edhe shumë derisa të arrijet shumica e thjeshtë, 61 vota. Me qenë se duhen edhe pak vota, pak mandate për të arrit ajo numri i famshëm prej 61 deputetëve, dhe që në Kosovë nuk është hera e parë që ka pas, nëse mund të them kështu, mos shprehim tash përshkem të deputetëve, dhe kjo nuk do të ishte befasi, është këgja legjitime, mendoj që me kërkue votat e deputetëve në këtë fazë, sepse pozita e kryetarës e parlamentit, apo kryetarë parlament i takon grupit më të madh parlamentar. Dhe jo pa arsye, gjykimi i gjykatës kushtetuese ka vendosur këtë mënyrë, sepse e ka pas mundësinë me kopju komplet modelin e zgjedhjes së kryeministrit, me vendos edhe të zgjedhja e kryetarit parlamentit, por jo pa arsye. Kanë vendosur këtë mënyrë në mënyrë me arsyetim që grupi më i madh, i cili ka fituar më shumë të vota, me platformën e vet politike, në fa mënyrë të nderohet me atë pozitë. Dhe mendoj që kërkimi për shtyrjen përpara të një deputet, të një kandidati në këtë rast zonjës Haxhiu, mendoj që është legjitim nëse flasin, nëse